Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit të mëshirbërësit, telespektatorë të nderuar, misi u gjejmë pranë ekranave televizive. Leoni t'ju përshëndes në përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi gjithë ju inshallah. Jemi sërish së bashku, po realizojmë këtë edicion të emisionit Islami dhe Jeta dhe shpresoj që me temën që kemi zgjedhur dhe me bashkëbiseduesin tem do të arrijmë t'ju mbajmë pranë ekranave televizive. Do të flasim për qenien më të përsosur, për atë qenie për cilën Allahu Dhul Xhelal krijoi gjithçka, pra për qenien njeri. Do të flasim pak për rolin e tij në shoqërinë në përgjithësi. Këtë më së miri do ta bëj bashkëbiseduesi im, hoxha i nderuar dhe kryetari i Forumit Tindor Islam, Hasan Bafqari. Falenderoj shumë që pranuat ftesën dhe ja ju kemi këtu në studio, pra misioner në studio. Mirë se u gjetëm, gjithashtu edhe unë ju falenderoj që më patë edhe mua të arsyeshëm të jem pjesë e këtij ciklit Islami dhe Jeta, pra e pesta me radhë, ashtu sa më kujtohet. Gjithashtu ju përgëzoj edhe për vendin, për emisionet e bukura që keni realizuar dhe besoj që edhe këtë Ramazan do ta kalojmë mirë dhe të njëjtën kohë ju uroj të gjithë besimtarëve musliman, veçanti shkupianëve dhe gjithë muslimanëve në Republikën e Maqedonisë, Allahu ua pranoft agjërimin dhe ju dhuroft agjërim të lehtë. Inshallah. Flasim thash për krijesën njeri. Do mund në fillim të shohim një qasje apo një pikpamje islame rreth njeriut para se të zhytemi në temën vazhdim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut fuqiplot, atë falenderojmë dhe vetëm nga ndihmë dhe falje kërkojmë. Falenderojmë Allahun i cili krijoi njeriun që çdo gjë në këtë botë të ketë kuptim. Falenderojmë Allahun fuqiplot i cili krijoi errësirën që drita të ketë kuptim. Falenderojmë Allahun fuqiplot që krijoi sëmundjen që shëndeti të ketë kuptim, që krijoi thatësinë që shiu të ketë kuptim. Salavatet, selamet, përshëndetjet e përzemërta ja përcjellin fytyrës së ndritshme njeriu që as pak se kurse u vetëm për zhdukin e terë dhe për mbjelljen e kësaj drite e cila është duke shëndritur në kënd botës, Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Është e vërtetë se Allahu fuqiplot në momente kur para se të krijojë njeriu, ai ju drejtua atyre të cilët i kishte krijuar pak më herët, pra ishin me laikët, ata të cilët kishin filluar dhe po realizonin urdhrat dhe obligimet e Allahut fuqiplot. Dhe u drejtua atyre dhe ju tha inni ja'ilun fil ardi khalifa. Unë po krijoj në tokë një mëkëmbës, një halife, një trashëgues. Një krijesë e cila do të trashëgoj tokën dhe do ta administroj tokën me ato çështje, me ato programe, me ato parime të cilat unë do t'ja paraqes. Me laikët, ashtu siç edhe thon shumica e komentatorëve të Kuranit, po në këta momente me laikët paraqiten do të thoja paraqiten një çudi ose një xhelozi ose një shqetësim. Më tepër dietarët thonë një xhelozi, sa ata kishin pritur se ky mision i madh që Zoti ju kishte folur do t'ju takonte me laikëve. Dhe ato thanë, a do të krijosh diçka e cila do të sjell çrregullime, do të derdh gjatë dhe kështu me radhë? Allahu xhaleshan tha, unë di atë që ju edhe nuk e din. Pra krijoi Ademin alayhi salatu wassalam. Me këtë Allahu fuqiplot tregon se njeriu është mbi të gjithë krijesat. Pra njeriu me krijimin e njeriut, Allahu fuqiplot edhe paraqitet me ajetin kuranor ku thot laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Na njeriu e krijuam në formën më të bukur. Dhe në këtë mënyrë nuk i paraqet me laikët. Dhe kjo vjen dhe e paraqet njeriu si superior, për arsye se ai pranoi bartjen e këtij misioni. Njeriu e përgatiti në atë mënyrë që ai të realizojë programin e Allahut fuqiplot. A do të thotë se me laikët janë më të dobta se njeriu? Na nuk mund ta themi këtë, por thjesht mënyra se si ata u dorëzuan para njeriut. Ata i bën sejdë. Allahu xhaleshanu nuk obligoi njeriu që të bëjë sejdë me laikëve, po obligoi me laikët që të bëjnë sejdë njeriut. Pastaj edhe shejtani u largua dhe njëra nga shkaqet që u largua nuk ishte thjesht krijesa, sa i tha atë e ke krijuar nga dheu,
pra nga lloçi, nga uji dhe dheu i cili është lloçi, pra nga argjili, dhe mua më ke krijuar nga zjarri dhe e paraqiti veten e vet diçka më të lartë, duke mos u ndal që të kuptoj se lloçi ose argjili ishte shumë më i fortë se zjarri. Se në qoftë se një zjarr i hedhët një lloçi, një argjili, domethënë ai thjesht mund ta thajë atë, por jo edhe ta zgjesoj. Kurse nëse i hedhët dhe zjarrit, ai thjesht azgjesohet. Allahu xhaleshanu e krijoi nga dy gjëra të pastërta njeriu. Pra zanafilla ti është e pastër, uji dhe dheu. Allahu xhaleshanu tha merrni abdes me ujë, që s'ka ujë, merrni tejmum me dheu. Pra dy elemente kryesore për ta pastruar njeriu dhe për ta bërë gati që ta adhuroj krijuesin e gjithësisë. Me këtë, neve as pak nuk mund të habitemi kur Allahu fuqiplot me paraqitjen e njeriut në tokë, Ademin alayhi salatu vesselam, friu nga shpirti i tij. Pra, Ademi alayhi salatu vesselam kishte nevojë pasi që ai edhe u fut në xhenet, u formua në të gjitha pikpamjet se që duhet t'i posedonte një mëkëmbës i Allahu xhaleshanu to. U fut në xhenet. Përgatitja e tij filloi nga xheneti, që ai të ketë një dashuri edhe më të flakt për vendin tek i cili do të kthehet pastaj. Pra një mendim të komentatorëve. Dhe Allahu xhaleshanu pastaj ja krijoi edhe mbështetjen, qetësinë. Nuk mund njeriu të realizoj misionin e Allahut fuqiplot, përderisa komponenti njeri, domethënë faktori njeri, nuk e ka edhe faktori grua. Allahu xhaleshanu nuk e krijoi nënën, nuk e krijoi babën këtë moment, e krijoi Ademin alayhis salam nga zë dhe e krijoi gruan nga Ademi alayhis salatu vesselam. Dhe këtu na kemi një të kuptuar shumë të qartë se Ademi alayhis salam krija nga lloçi dhe gruaja u krijua nga Ademi alayhis salam. Dhe kur e pyeti Ademi alayhis salatu vesselam, nga sa ai u zgjua dhe ai ishte i krijuar nga Ademi alayhis salam derisa ki po flinte. Allahu xhaleshanu e kishte venduar në gjumë që mos ta ndidhimtën të cilën mund ta prodhoj lindja, ose mund ta prodhoj krijimin. Dhe kur e pa një krijesë tjetër me të cilën u habit, ai ishte formë njeriu, po nuk dukeshte sikur ki. Dhe në moment e pyeti se kush je ti, do më përgjigjet mund të ishin nga më të ndryshmet, nga mënyra se si Hava alayhis salatu vesselam do të kishte mundësi të përgjigjte. E para mund të ishte se mua më ka krijuar Allahu dhe pyeta atë pse më krijoi. Ose çfarë të duhet ti të dish se kush jam unë. Por ajo u përgjigj shumë thjesht, mua më ka krijuar Allahu që ti të gjesh qetësinë tek unë. Dhe nga kjo shkojmë pak më lart, që ta kuptojmë njeriu dhe faktorin. Njeriu për me qenë faktor, atë i duhet qetësia shpirtërore, për ta ruajtur rolin e asaj superioritetit. Pra Allahu xhaleshanu çdo gjë krijoi për njeriu. Nëse i shohim në Kur'an, ajetet kuranore të cilat flasin për horizontet e ndryshme, pastaj përfundojnë ajetet flet njeriu dhe familja, pastaj përsëri fillojnë dhe flet për minierat dhe materiet e ndryshme të cilat i prodhon toka. Pra e ka venduar njeriu në mes të këtyre ajeteve kuranore me qëllim që ta kuptojë njeriu i cili lexon Kur'an dhe mediton kur lexon Kur'an se ata lart dhe këta poshtë janë për ty, janë në shërbimin tënd. Pra është plotësisht e njëjtë sikur kur do të thoja kur prindi, nëse më lejohet të ilustroj në këtë mënyrë, kur prindi e dërgon fëmijën e vet në shkollë, të mesme ose në fakultet, dhe ai thotë unë të ofroj ti gjithçka dhe ti nuk ke nevojë të punosh, ti thjesht mëso. Pra ti thjesht realizoj misionin tim. Çdo gjë e kam bërë unë për ty. Ke nevojë për diellin, e kam krijuar unë diellin. Ke nevojë për hënën, e kam krijuar hënën. Ke nevojë për ujë, kam krijuar unë ujin. Ke nevojë për këtë dhe për këtë dhe për këtë. Çdo gjë të kam dhënë thjesht ti të jesh administrues i mirë i çështjeve të Allahut dhe këtë për të cilën të kam krijuar ta trashëgojsh me fytyrë të bardhë dhe me besueshmëri. Pasi që Allahu i Madhëshëm pas ka krijuar gjithçka dhe besoj që e gjithë popullata ata të cilët na përcjellin përmes ekranit televiziv i dinë mirësitë të cilët Allahu i Madhëshëm u ka dhënë. Tani parasohet pyetja tjetër, po që sa Allahu e pas ka krijuar si mëkëmbës të tij në tokë, e pas ka dhënë gjitha këto të mira, thjesht e ka lënë të padetyrë apo i ka lënë një obligim, i ka lënë një rol? Dhe çfarë rëndësie thjesht ka të qenurit mëkëmbës i Zotit në tokë? Nëse neve do ta kuptonim thjesht ajetin kuranor, Allahu xhaleshanuhu nuk e krijoi gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër që ata vetëm ta adhurojnë krijuesin. Dhe kjo na jep një mesazh shumë të mirë, se Allahu ka krijuar njeriu që të realizojë mision. Nuk mund të jetë një njeri
i rëndësishëm për Allahun dhe për shoqërinë, përderisa ai misionin nuk e bën adhurim. Përderisa ai me misionin nuk arrin kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Allahu fuqiplot asnjëherë nuk u lavdrua për njeriu në Kur'an, përpose kur tha unë po krijoj. Pra një njeri i cili do të jetë mëkëmbës, unë po krijoj një halife. Pra Allahu xhaleshanu u mbur për misionin, se nuk ishte vetëm njeriu krijesë. Allahu xhaleshanu kishte krijuar çdo gjë të cilën na e dim, e kemi parë ose nuk e kemi parë dhe nuk kemi mundësi ta shohim. Ke parasysh? Pra çdo gjë Allahu fuqiplot e ka bërë për njeriu. Pra kjo tregon se Allahu fuqiplot kur u mbur me këtë lloj të krijesës, pra me njeriu, u mbur për misionin e tij. Dhe shumica e njerëzve do thonë se pse Allahu xhaleshanu ka krijuar njeriu që të jetë mëkëmbës i tij në tokë. Po mirë, thotë çfarë ti bëjmë ajetit kuranore që i thotë unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë. E tan, nëse njeriu konservon adhurimin dhe mendon se adhurimi është thjesht të fal namazin, adhurimi është thjesht të jep zakatin, për Allahun nuk do të ishte as pak e vështirë që ai të thoshte se unë nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët për asgjë tjetër vetëm që ata të falin dhe ta japin zakatin, për arsye se kishte përmendur namazin dhe zakatin në 83 vende në Kur'an. Por ai këtu paraqiti universalitetin e njeriut, universalitetin e misionit, universalitetin e adhurimit. Pra, të jesh i drejtë është në mision. Pra, dhe këtu ndalet njeriu se çfarë elementi duhet atij të posedoj që ta arrijë rëndësinë dhe ta tregoj faktoritetin e vet dhe të jetë administrues i çështjeve ashtu siç Allahu xhaleshanu ka kërkuar, kthehemi edhe tek sejdja e melaikëve që neve ta formojmë definimin. Allahu xhaleshanu krijoi njeriu që ai të ngritet shkencëtarisht, pra me dituri, sa melekët i bën sejdë diturisë, që ai posedonte diçka të cilën ata nuk e kishin. Dhe e tjetra është që ai të jetë i mëshirshëm, i drejtë dhe administrues i mirë. Që do të thotë administrues i mirë, të ketë në përgjithësinë e vet sikletën se çfarë po ju ndodh muslimanëve në botë. Misionar i mirë, njeri i cili realizon qëllimet e Allahut xhaleshanu në tokë, nuk është ai i cili e zën gjumi rahat. Nuk është ai njeri i cili nuk mendon të paktën për familjen e vet, nuk është ai njeri i cili as pak nuk e çon kokën se çfarë po ndodh. Pra, rëndësia e njeriut për të qenë ai i cili Allahu xhaleshanu ka thjesht le ta pyet veten, kë po e zavendëson ti në to? Në qoftë se neve themi se halife është zavendës, është mëkëmbës, është trashëgues, kë e zavendëson ti? Për kë je mëkëmbës? Tokën e ku je trashëgon ti? Po kush ta dha të drejtë? Të gjitha këta vinë në një përgjigje shumë të thjeshtë. Ti zavendëson Allahun. Ti je mëkëmbës i Allahut. Ti je halife Allahut, ti je trashëgues i asaj që Allahu e ka krijuar. Pra, e gjithë kjo na tregon se njeriu ka rëndësi, por misioni është ajo më e rëndësishmja, se jo rastisht Allahu u lavdrua me misionin. Po. Pasi njeriu pas ka një mision dhe natyrisht që gjithçka nuk shkon në teori, cili mund ta merr njeriu nga Allahu i Madhërisht, po thjesht njeriu ka nevojë që dikush t'ia elaborojë apo njeriu të shihet në një pasqyrë, të ketë një model tek i cili do të shihej se si duhet të hapërohet drejt realizimit të këtij misioni. Për neve si besimtar musliman, të kemi parasysh që edhe libri i fundit hyjnor është Kurani famëlart, Kurani i gjallë ishte Muhamedi alayhis salam. Për cilin mund të themi që ishte model se si duhet të ecet drejt realizimit të këtij misioni që Allahu i Madhërisht ja dha krijesës njeri që nga krijimi i Ademit alayhis salam deri sot. E para që ne duhet të dimë për Muhamedin alayhis salam është se ai jetoi dy periudha kohore, periudhën paraprofetike dhe periudhën profetike. Periudha paraprofetike krahas sikleteve që lindi pa prind dhe humbi nënën në periudhën kur ati kishte nevojë më tepërmi. Neve as pak nuk duhet të jemi në pajtim se ai jetoi një jetë shumë të vështirë, me shumë probleme, me shumë sfida, gjërsa ai nuk i erdhi profecia. Allahu xhaleshanu atij ia dha mundësinë që ai të jetojë në jetë luksi, do të thoja, në një farë mënyre. Ai ishte i martuar me gruan më të pasur, posedonte pasuri. Ai kishte tituj, pseudonimet, emrat e tij me të cilat e emërtuan banorët e Mekës. Çdo njeri prej neve do të kishte dëshirë që ti posedonte ata emra, për arsye se ata emra i kishte marrur nga sjellja e tij e mirë.
i besueshmi dhe fjalë drejti, i sinqerti dhe besniku. Pra, pastaj në mexhliset në të cilat gjindesh ai të gjithë ishin të qetë, në punën në të cilën mirë të pjesë ai të gjithë ishin të qetë. Kretë këta tituj. Kur ti thuash një njeriu duhet ta realizojmë një punë për hir të Allahut, ai thotë më leni mua të qetë. Dhe bëni ju. Pejgamberi alayhis salatu wasallam që këtu fillon të jetë model. Lën rahatlukun për misionin. Allahu fuqiplot zbriti surën Alaq në shpellën Hira dhe me këtë filloi profecia dhe filloi realizimi i misionit. Filloi përgatitja e njeriu. Dhe kjo është krejt ajo që duhet ne ta kuptojmë nga Muhamedi alayhis salatu wassalam. Për arsye se Allahu xhaleshanu që në surën e parë, surën Alaq, që në 5 ajetet e para, ai 8 herë përmend njeriu dhe njeriu është çështje e palargueshme. Edhe çështje në të cilën nuk mund të paramendohen 5 ajetet e para pa ata. Pra, nga kjo na duhet që ta kemi një diçka shumë të qartë, se të gjithë profetët ftonin në islam, ftonin në monoteizëm, ftonin në besimin e Allahut fuqiplot, por ata nuk i obligonin njerëzit që të bartin misionin, që ata të përgatiten për misionin, për realizimin e misionit në moment kur profeti Allahut do të vdiste. Pa ata e dinin shumë mirë se njerëzit do të vazhdojnë në realizimin e misionit dhe të qenurit më këmbësit e Allahut në tokë, me besim të sinqert dhe me vepra të mira, gjërsa ata nuk do të lajthitin, nuk do të çoroditen, nuk do të injorojnë besimin e vërtet, dhe në moment kur ata do të largohen nga besimi i vërtet, Allahu xhallahu do të dërgojë një profet tjetër i cili do të fillojë përsëri në udhëzim. Profeti Allahut e dinte se është vulja të gjithë profetëve. Misioni i Allahut duhet të vazhdojë deri në ditën e gjykimit. Pra kjo vjen hapi i parë se duhet të përgatitet njeriu. Duhet të formohet njeriu, duhet të edukohet njeriu, duhet të edukohet dhe të përgatitet ai njeriu i cili do të jetë bartës i këtij misionit. Përgatitja e parë, formimi i parë i njeriu, bartës dhe haprues në këtë mision duhet modeli. Njeriu mund të flasë shërditën për diçka përderisa nuk i paraqet një mostër. Allahu xhaleshanu tha: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju në profetin e Allahut Muhammedin alayhis salam keni modelin, shembullin më të mirë. Pra ai tregoi se si duhet. Nëse pat nevojë të shkohet në Taif, ai shkoi vetë në Taif. Nëse pat nevojë të diskutohet me parin me kasa, ai diskutonte vetë, nuk obligonte ndëgën tjetër të diskutojë. Dhe kjo paraqet. Pastaj është Hatixha, është familja. Është ajo për të cilën Allahu xhaleshan jo rastisht i kishte folur atij për Nuhin alayhis salam, për Lutin alayhis salam në Kur'an. Se këtu tregohet suksesi i qetësisë së Havës. Ajo tha mua më ka krijuar Allahu xhaleshan që unë ty të dhuroj qetësinë. Nëse i sheh dietarët islam të cilët komentojnë Kur'anin në pikpamjen e drejtës familjare, tregojnë se mos suksesi i Nuhit alayhis salam dhe mos suksesi i Lutit alayhis salam në ftesë që ata ftuan në islam në periudhë të gjatë kohore dhe ishin të pasuksesshëm në ftesën e tyre. Krahas asaj që caktimi i Allahu xhaleshan nuk po diskutojmë për këtë çështje, por 950 vjet vetëm 80 veta ose kështu me radhë me Lut ishte shkaku që gratë e tyre nuk e kishin pranuar islamin dhe ata nuk kishin qetësi shpirtërore. Pejgamberi alayhis salatu wasalam kishte investuar në familjen e tij dhe ballafaqimi i parë i Muhamedit alayhis salatu wasalam ishte me gruan me Hatixhën. Dhe ai u fut me trishtim, ai ishte i trishtuar, kishte ethe. Çfarë i tha Hatixhi? Ajo e cila do t'i jepte qetësi të jetën, tha ty nuk mund të ndodh asnjë gjë e keqe, për arsye se ti e ndihmon skamnorin, e ndihmon jetimin, ja tregon rrugën atij që e ka humbur rrugën, pra e ndihmon udhëtarin dhe kështu çështje shumë pika tjera dhe i dha një qetësi. Dhe ai pastaj derisa Allahu xhaleshanu zbriti surën tek i tha ja ju helmuzalimin, do të thonë o ti i mbuluar ngritu dhe ftoi të tjerë dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam ngrit. Dhe kjo na konfirmohet me fuqinë e Hatixhës në momentet kur vdiq Hatixha. Allahu xhaleshanu dërgoi Xhibrilin që t'i jep një selam. Tregoi pejgamberi që ka selam nga Allahu xhaleshanu Hatixha. Ai më ndalën ndonjëherë të pyesin vetveten pse Hatixha mori selamin. Pse jo dikush tjetër? Për kishte bërë Hatixha. As nuk kishte qenë organizatore e hijretit pejgamberit alayhis salam. As mori pjesë në Bedër, as në Uhud, as në Hendek, as në Hajber, as në çlirimin e Mekës. Por ajo mori selam, nuk morën selam gratë tjera. Ishte ndihmëtarja e parë e misionit. Edhe shpirtërisht, edhe materialisht. Pra çdo gjë që ju duhem, unë jam këtu. Pastaj vjen pozita tjetër e njeriut. Ebu Bekri shkoi te pejgamberi alayhis salatu wasalam nga se ishte i pari për burrave që pranoi islamin dhe i tha:
Cila është përgjegjësia ime? Tha ja Rasulullah, ma hiya mas'uliyati. Dhe këtu tregon se pejgamberi sa kishte ardhur të përgatit njerëz bartës të misionit, njerëz të cilët do të jenë administrues të çështjeve në tokë, njerëz të cilët do të hapërojnë me këtë, njerëz të cilët do të realizojnë çështjet e Allahut xhaleshanu. Thaj, a do të prisë sikur kanë thënë të tjerë? Ti ke pranuar Islamin, ti ke shpëtuar, tani të mirë me këta të tjerët. Jo, i dërguari Allahut i tregoi se bartës je ti vet. Çfarë i tha? Tha ja Abu Bekr, mas'uliyatak mithla mas'uliyati. O Abu Bekr, përgjegjësia jote është plotësisht e njëjtë me përgjegjësinë time. Pra ti dhe unë nuk dallojmë në mision. Unë jam i ngarkuar me profeci, po edhe ti je i ngarkuar me mision, dhe të ftojsh. Dhe kjo ishte shkaku që sahabët e Allahut, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu qoftë i kënaqur me ta, asnjëherë nuk ndaluan. Dhe nga ata 100.000 ose më shumë se 100.000 që të cilët morën pjesë në Haxhin Lam Tumirës, sa prej atyre e kanë vorë në Mekë ose në Medinë, ose në Hijaz. Të gjithë janë shpërndarë në përdor thjesht për ta realizuar misionin e Allahut xhaleshanu. Pra, që të jemi të suksesshëm dhe ta kuptojmë në rëndësinë e misionit, është që na ta kemi të qartë se misioni është adhurim dhe Allahu xhaleshanu me ata të cilët realizojnë misionin e Allahut, vetëm me ata është lëvdruar në Kur'an. Me siguri njeriu përqen një misionar, një bartës i fjalës së Allahut në rrezullin tokësor, të ngjaj atyre që jetuan bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka nevojë që të merr shumë mësime prej tyre, thjesht me cilësi që ata kanë poseduar. Për shkak se kohën e kemi të kufizuar, mund ta përmendi një nga cilësitë të qenurit misionar në rrugën e Allahut madhërisht. Do të jem shumë i shkurt, e kam parasysh kohën, cilësia e parë të cilën duhet ta posedojë njeriu, pa të cilën nuk mund të jetë i suksesshëm në mision, është zhveshja nga unë i vet. Zhveshja nga dëshirat e vet. Dhe këtë kur Fakhreddin Razi shkoi të jetë nxënës të Shamsuddinit Dimeshki, ai e pyeti, tha, pse do të mësosh? Çfarë roli luan dituria për ty? Tha, që të hapëroj dhe të arrit tek e vërteta. Atëherë Shamsuddini, Allah më shëroft, ju drejtua Fakhreddin Razit. I tha, dituria e cila nuk ka për qëllim arritjen e kënaqësisë së Allahut xhaleshanu, dhe me atë dituri nuk fitohet kënaqësia e krijuesit të tij, nuk ka asnjë farë dobie. Nga kjo haprojmë dhe shkojmë diku më lart për ta kuptuar atë zhveshjen. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në Hajber tha një lajm shumë të mirë. Tha, nesër komandant i ushtrisë do të zgjidhet njëri nga burrat, i cili e don Allahun dhe Muhamedit alayhi salam, por edhe Allahu dhe Muhamedi alayhi salam e duan atë shumë. Dhe të gjithë prisnin se kush do të ishte ai njeri dhe kush do të e posedonte këtë. Kur u zgjuan të nesërmen, pejgamberi alayhi salatu wassalam ja dha flamurin Aliut radhiyallahu. Dhe këtu jepet ajo pyetja se cila është cilësia. Mirë, të gjithë njerëzit po t'i pyesim, të gjithë muslimanët, besimtarët në gjithë botën, të gjithë thonë se na e duam Allahun dhe pejgamberin. Po të këtë kishte thënë Aliu radhiyallahu. Po mira, ma ai kishte marrë një përgjigje. Nëse po marrim përgjigje, ai kishte thonë atë e don Allahu dhe pejgamberi. Dhe këtu përsëri vazhdojnë pyetjet. Po mirë, çfarë bënte Aliu që Allahu dhe pejgamberi e paskon dashur atë? Cila ishte cilësia e tij? Ishte zhveshja nga unë i vet. Dhe këtë kur dietarët diskutuan gjëra gjatë, ata mundonin ta gjejnë këtë cilësi tek Aliu. Edhe pse gjetën shumë mënyra, por ata u ndalën tek njëra nga betejat. Gjithsej ai po luftonte me njërin nga pabesimtarët, nga politeistët. I ra një herë dhe ai u raportoi ushtrin. Dhe pastaj kishte fuqinë që të bie edhe një herë dhe ta mbaroj punën me atë. Po në atë moment ai e pshti. E pshtiu Aliun radhiyallahu. Dhe ai hodhi shpatën dhe tha, i liri, ik. Kur të gjithë njerëzit prisnin se ai tani do ta përfundoj të paktën edhe plus një nerv tepër kur ai u drejtua tek Aliu radhiyallahu në atë mënyrë. Aliu radhiyallahu tha, po ta kisha vrarë tani. Tha, nuk do ta kisha vrarë për hir të Allahut dhe që të ngritet flamuri i Allahut dhe të hec misionin e tij. Do ta vrisja për vetveten time, nga se më mërziti, më neverikosi për sjelljen e pahishme. Po nuk kam dalë për vetveten, thonë këtu. Pra,
cilësia pa të cilën nuk mund të haproj njeriu është zhveshja nga uni, zhveshja nga dëshirat e veta, jo egoizmi. Bëje çdo gjë që Allahu të jetë i kënaqur. Dil nga shtëpia dhe qëllimi yt pastroj në jetën tënde dhe le të jetë ai që vetëm Allahu të jetë i kënaqur me punët e mia. Për arsye se fundit kënaqësia e Allahut do të peshohet ditën e gjykimit. Drejtësinë të cilën e posedon ti, po të jetë ajo drejtësi me të cilën ti moton të arrish kënaqësinë e Allahut dhe me atë vepër me të cilën ti dëshiron të jesh pjesë e hijes së Allahut dhe lëshan në ditën e gjykimit. Pra çdo gjë hapi i parë është të zhveshësh dëshirat e tua, të zhveshësh kërkesat e tua, ta edukosh nefsin tënd në çdo mënyrë derisa nefsi të jetë i lidhur vetëm me atë me të cilën Allahu fuqiplot e ka obliguar. Po, për shkak se kohë është të kufizuar, ne do duhet të rumbullaksojmë emisionin me këto fjalë, por nuk do kisha rumbullaksuar përsa të kërkoj nga ju që të jepni një mesazh gjithë atyre që po na ndjekin neve dhe me siguri kam kuptuar sot, ndoshta është rikujtuar dikush nga ajo që ka ditur më herët që thjesht nuk është i krijuar për pas një farë arsye. Ka një arsye që është krijuar dhe ka një arsye që ai frymon mbi rrezullin toksor. Mund ta marrim për fund një mesazh drejtuar gjithë opinionit, gjithë atyre që na ndjekin përmes ekranit televiziv? Mesazhi im i fundit është që çdo besimtar musliman ta kuptoj se qëllimi i krijimit të njeriut është që ai të trashëgojë atë për të cilën Allahu xhaleshan ka krijuar. Ta trashëgojë tokën. Kjo është e para. Nuk ka muaj më të mirë për ta mësuar misionin e njeriut, për ta ushqyer shpirtin dhe ta kuptoj misionin si adhurim. Asnjëherë më mirë se sa në mësuesin e heshtur. Agjërimi, Ramazani, ky muaj është mësues i heshtur, është universitet pa fjalë, por që jep shumë mësime. Dhe në këtë mënyrë njeriu përgatitet. Është njëse, jo rastisht është Ramazani në muajin e 9. Pra njeriu rrin 9 muaj në barkun e nënës dhe në muajin e 9 del që të kap flamurin dhe të haproj. Muaji i 9 është ushqimi përfundimtar që i jepet njeriut në barkun e nënës. Dhe jo rastisht del duke qajt për arsye se mendon se i ka përfunduar furnizimi, por Allahu xhaleshan për atë ka përgatitur furnizime të reja. Muaji i 9 është ushqimi më i madh shpirtëror që mund të merr njeriu, pra Ramazani. Dhe pas Ramazanit mos jetë shpirti i tij thjesht me këtë ushqim, por ai ta kuptoj se Ramazani është ai mësuesi i cili ja jep të kuptuarit e misionit si adhurim, të kuptuarit se Allahu xhaleshanu me misionin e tij është lavdruar, të kuptuarit se këtë vlerë, këtë rëndësi, këtë titull, këtë prestigj, në këtë piedestal në të cilën të ka ngritur ti Allahu fuqiplot, pra e kanë xhelozuar edhe me lajkët, e kanë shpresuar edhe me lajkë. Kjo është edhe shkaku që shejtani nuk të bëri sejdë. Të gjitha këtë mirësi duhet falenderuar me vepra. Allahu fuqiplot nuk ka nevojë të thuash faleminderit, vetëm elhamdulillah, po duhet të falenderohet. Misioni falenderohet duke qenë mëkëmbës, duke qenë haprues dhe duke qenë administror i çështjeve të Allahut dhe duke qenë realizuar i qëllimit të Allahut xhaleshanut. Për fund, ju falenderoj shumë që ndatë kohë dhe ishit pjesë e emisionit tonë. Gjithashtu edhe unë ju falenderoj, është kënaqësi, padyshim, në mesin e minareve të Shkupit. Është kënaqësi, sidomos edhe në ditë agjërimi. Lutim Allahun xhaleshanu që çdo një sekond të cilën e kemi kaluar këtu, inshallah don Allahu dhe ata mirësitë të cilat i fitojmë këtu, vepër të cilën e kemi bërë për hir të Allahut, inshallah e rëndojmë peshorën e punëve tona të mira ditën e gjykimit. Faleminderit një. Nderuar telespektatorë, këtë është fundi i këtij edicioni. Besoj që nga sot tutje pak më ndryshe ta shihni jetën dhe të ekzistuarit në këtë rrezull toksor me gjitha këto të mira të cilat u adhuroi Allahu i Madhërisëm. Mos harroni që në një vend gjitha ato obligime të cilat i kërkon ai, se të gjitha këto janë për të mirën tuaj dhe tonë. Takohemi sërish në emisionin tjetër. Deri atëherë, bashkëmirupafshim.